Mirëmbrëma miq të televizionit Shpresa, do të jemi së bashku në këtë transmetim live. Sot në studio kam të ftuar zotin Artan Boçi, përfaqësues të Partisë Shpresa Demokrate, sekretar për mbrojtjen e pronës, menaxhimin dhe shpërndarjen e aseteve të konfiskuara. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Do të flasim së bashku për çështjen e pronave dhe aseteve të konfiskuara. Kush është angazhimi juaj për menaxhimin dhe shpërndarjen e aseteve që do të konfiskohen? Angazhimi jon për çështjen e pronave do të jetë maksimal. Partia Shpresa Demokrate ka ardhur me një mision dhe një vizion të qartë. Prona do të shkojë aty ku i takon. Dihet që për rreth 100 vite radhazi, mos themi më shumë, çështja e pronave në Shqipëri ka qenë një plagë shumë e madhe dhe asnjëherë deri më sot nuk ka marrë zgjidhjen e duhur. Ne, si përfaqësues të Partisë Shpresa Demokrate, po punojmë për të bërë një plan shumë të saktë dhe dispozita ligjore që zvarritjet pafund për kthimin dhe kompensimin e pronave të marrin fund. Kjo çështje duhet të marrë fund një herë e mirë, sepse shqiptarët kaluan 80 vjet komunizëm bashkë me të ashtu quajturën demokraci, që vetëm demokraci nuk mund t'i themi, ishte korrupsion i gjallë, dhe nuk u kthyen pronat kur tek i Zotit, tek ata që duhet i marrin. Zvarritje pafund nëpër sportele, kërkesa për zarfa korrupsioni, kërkesa për përqindje të pronës nëse do të kthehet prona. Këto histori do marrin fund një herë e përgjithmonë. Si të realizoni kthimin e aseteve dhe mjeteve financiare të bllokuara jashtë Shqipërisë? Asetet dhe mjetet financiare që do të bllokohen jashtë Shqipërisë, dihet që janë miliarda euro të futura nëpër bankat e botës, dhe ka me miliarda euro prap asete të investuara nga parat dhe djersa e popullit shqiptar. Pra këto asete do të gjendet mënyra në bashkëpunim me partnerët tanë strategjik, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, duke i gjurmuar në secilin vend të botës ku janë dhe duke parë llogaritë bankare në çdo vend të botës, dhe në bashkëpunim me institucionet financiare ndërkombëtare dhe organet ligjzbatuese ndërkombëtare, do bëhet rikuperimi i tyre në arkën e shtetit shqiptar. Ku do të shkojnë fondet dhe asetet e rikuperuara? Fondet dhe asetet e rikuperuara do shkojnë aty ku duhet të jenë, tek xhepat e popullit shqiptar. Do shkojnë në formë investimesh. Le të zëm një shembull, në një zonë të Shqipërisë është konfiskuar një pronë e madhe dhe shikojmë që shkolla, le të themi, në atë zonë është e dëmtuar, ne këtë pronë do ta kthejmë në shërbim të publikut, pra do bëhet shkollë publike. Mund të bëhen zyra të administratës publike, mund të bëhen spitale. Pra çështja e parë është që këto prona do vihen në shërbim të komunitetit aty ku janë. Në rast se janë prona bujqësore, ferma, do të shikohet tek biznesmenët që janë shumë të suksesshëm në atë fushë dhe kanë një dëshirë që të punojnë, do ju kthehet kjo pronë, por gjithmonë duke menduar që shpërndarja e aseteve që do të konfiskohet do të jetë shumë transparente dhe e barabartë për të gjithë qytetarët shqiptarë. Pra, jemi duke punuar për të krijuar një formulë që secili të marrë atë që i takon. Po ata që janë pasuruar padrejtësisht, a do të ndëshkohen? Sigurisht që drejtësia vonon por nuk harron. Do vi një ditë që të gjithë, pasi t'ju konfiskohen pronat, do dalin para drejtësisë për atë që kanë bërë. Dhe do miratohet një ligj që kthimi i pronave të konfiskuara të ndalohet rreptësisht me ligj që të privatizohet nga njerëz me rekorde kriminale dhe njerëz të korruptuar. A ka një plan për ata që kanë humbur pronat gjatë komunizmit? Dihet që konfiskimet që janë kryer në kohën e komunizmit
janë një plag e tmerrshme për shoqërinë shqiptare dhe ne do t'i shikojmë me përparësi familjet më të varfra, më të persekutuara, sepse u persekutuan vetëm se ishin të pasur dhe këtë do t'a vëmë si prioritetin tonë. Çfarë do të ndodhë me ata që kanë penguar kthimin e pronave deri më tani? Ata që kanë penguar kthimin e pronave deri tani do të paraqiten një ditë para drejtësisë për vulën dhe firmën që kanë vënë në vendin e gabuar, ose për atë që nuk e kanë vënë aty ku duhej të vihej që të kthehej prona tek i Zoti. Cili është mesazhi juaj për ata që kanë humbur shpresën? Mesazhi ynë si Parti Shpresa Demokrate për ata që kanë humbur shpresën është: shpresa është rikthyer. Shqipërisë po i vinë ditë të mira. Do bëhet bashkimi i Shqipërisë sipas kufive të saj natyror. Pra do jemi më të bashkuar, më të fortë dhe të gjithë së bashku do t'ja dalim. Sa kohë do të duhet për të realizuar këtë mision? Ky mision, të flasim realitetin, është pak i ndërlikuar dhe nuk mund të bëhet për një afat të shkurtër, por ne do të punojmë me hapa të saktë dhe të sigurt në mënyrë që çështja e pronave të mbarojë një herë e përgjithmonë. Por për familjet që kanë jetuar në varfëri për shkak të grabitjes së pronave të tyre. Familjet që kanë jetuar në varfëri për shkak të grabitjes së pronave të tyre do të shikohen të kthehet prona me përparësi dhe të bëhet më e mira e mundshme që këto familje të integrohen në shoqëri, të fëmijët e tyre të ndihmohen me bursa që të arsimohen dhe të kenë avantazh që të arrijnë shoqërinë tjetër. Dhe me këtë rast desha të bëj dhe një thirrje për emigrantët shqiptar që të kthejnë syt nga Shqipëria, sepse kjo është toka jonë dhe kjo tokë na përket të gjithëve, duhet të kontribojmë të gjithë të bashkuar dorë për dorë dhe ta çojmë Shqipërinë aty ku meriton të jetë. Ju keni sakrifikuar për disa vite me radhë duke punuar, duke sakrifikuar për të sjellë të ardhura në familjet tuaja, në shoqërinë tonë, pavarësisht se këto të ardhura kanë shkuar tek 3% e shoqërisë, tek dora djallëzore që ka arrit të glabrojë gjithë ekonominë shqiptare, por tani e tutje Shqipëria do ecë me hapa të tjerë dhe ju jeni të mirëpritur që të gjithë së bashku të punojmë për Shqipërinë tonë të dashur. A jeni i bindur që Partia Shpresa Demokrate do t'ja dalë? Jam shumë i bindur që Partia Shpresa Demokrate do t'ja dalë sepse ne kemi një mbështetje të fuqishme popullore dhe Partia Shpresa Demokrate filloi si një valë e vogël në oqean dhe po rritet çdo ditë dhe do bëhet një tsunami fuqishëm që do marr para çdo padrejtësi që do t'i dalë përpara. Si do t'i bindni shqiptarët që t'ju besojnë këtë mision? Ne do t'i bindim me seriozitet, me punë dhe me një transparencë të plotë. Me sakrifica arrihet çdo gjë. Cili është mesazhi juaj i fundit për qytetarët shqiptarë? Qytetarët shqiptar duhet të ruajnë qetësinë, ditë të mira po vijnë për Shqipërinë tonë të dashur, të gjithë së bashku do t'ja dalim. Zoti Artan, faleminderit që ishe në studio me ne. Shikues të nderuar, bashkë do të shihemi në orën 18:00.